dashur vëllezër dhe motra të diasporës shqiptare, miq dhe të ftuar, është një privilegj i veçantë të jem sot këtu përpara jush si kryeministër i Shqipërisë, por dhe një kënaqësi e veçantë të vi këtu bashkë me ju si një zë mes shumë zërash që formojnë bashkësinë e një kombi shumë më të madh se sa kufit e tij. Sepse Shqipëria nuk mbaron aty ku mbaron territori i saj. Shqipëria jeton kudo ku shqiptarët mbajnë gjuhën, kujtesën, shpresën kokëfort dhe ndjenjën e pathyeshme të përkatësisë tyre kombëtare. Dhe sot, kur bota është më e ndërlidhur se kurrë dhe kur fjala si kur më parë veje vjen në çast sa hapen mbyll syt nga një kontinent në tjetrin, ju jeni zgjatimi i gjallë i Shqipërisë kudo në botë. Fryma e kombit përtej gjeografisë, prova e tij se identiteti nuk përmblidhet në kornizën e hartës, por zgjerohet nga udhëtimet e njerëzve të tij. Ka pasur një kohë jo shumë larg kur shqiptarët iknin nga dheu duke i mbajtur zemrat sigur mbi shpinë, duke marrë me vete guximin e kujt s'ka asgjë për të humbur dhe dhimbjen e ndarjes me gjithçka i lidhte pas kësaj bote. Por atë që historia deri dje i quante ikje të pangushëllueshme, koha e ka shndruar në një lidhje të pazëvendësueshme. Ajo që dikur dukej si endek, sot është bërë urë. Sot diaspora shqiptare nuk është më një histori ikje. Ajo është një histori e shumëfishimit të forcave të kombit shqiptar dhe e vlerës së shtuar të Shqipërisë. Mes dallgësh dhe të përpjetash të frikshme, shqiptarët ndërtuan jetë, familje, karriere profesionale dhe sipërmarrje të suksesshme në vende që nisën t'i njohin ata jo përmes stereotipeve, por përmes dobisë tyre, qëndrueshmërisë tyre, fisnikërisë tyre. Ndërkohë që Shqipëria mbetej një vrim e zezë në parafytyrimin e të tjerëve. Dhe përtej historive tuaja individuale të suksesit, ju bartët diçka edhe më të rëndësishme, fillin e padukshëm, që na lidh tërve me këtë tokë. Një fije që asnjë distancë nuk e kput dot, një fije e bërë nga gjuha që flitet në shtëpi, nga traditat që mbahen gjallë, nga kujtimet që kalohen nga baba e nëna tek vajza e djali. Ky fill nuk është nostalgji, është aseti ynë strategjik, forca e madhe përbashkuese që kombi ka dhe njëkohësisht sfida që Shqipëria dhe shqiptarët kanë sot për ta mbajtur, ruajtur, për cjell brez pas brezi përballë rrezikeve të mëdha që i kanosen në një botë gjithnjë e më të ndërlidhur, gjuhën e tyre, në një botë ku vendet që kanë sukses janë ato që kuptojnë dhe veprojnë me vetdijen se njerëzit e tyre, kudo ku ndodhen, janë pjesë e një ekosistemi të vetëm, të njohurive dhe mundësive të rritjes përmes gjuhës. Miqtë e mi, ky summit nuk është një mbledhje ceremoniale. Është një deklaratë qëllimesh të larta dhe të përbashkëta. Është padyshim dhe mishërim i bindjes sonë se diaspora shqiptare nuk është në periferi të jetës kombëtare të Shqipërisë, por në qendrën e saj. Shqipëria sot nuk është më vendi që i kërkon diasporës kujtesë dhe indulgjencë monetare.
Ky vend është një kantier I madh transformimesh që e fton diasporën në pjesëmarrje. Pjesëmarrje në investime, pjesëmarrje në inovacion dhe në jetën akademike, pjesëmarrje në ndërtimin e së ardhmes së Shqipërisë. Si në çdo kantier, edhe në kantierin e Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian ka pluhur, ka pislëk, ka zhurmë, nganjëherë shurdhuse. Por mjafton të kthejmë kokën pas, në kohën kur ne filluam të mendonim për samitin e parë diasporës, për të marrë kurajo, forcë, frymëzim dhe për të vijuar punën kolosale që kemi nisur. Atëhere, ky ishte mbi të gjitha një moment të ritakimi në një vend plot shpresë të rilindur, por dhe plot plagë të hapura. Ishte një hap I parë për të thirrur fuqinë e diasporës dhe për të ndjerë më të fortë përballë përpjetës së thepisur që duhet të ngjisnim drejt majës ku sot jemi më afër se kur ndonjëherë. A ishte fillimi një bisede të ndërprerë mes Shqipërisë dhe bijve të saj, përtej detit dhe përtej maleve. Sot jemi në fazën e ndërtimit të asaj që ka qenë boshti I bisedës sonë shekullore, rrugës së lidhjes përfundimtare me atë anë të botës ku dielli lind andej nga Perëndon. Në samitin e parë, kërkesa juaj e parë ishte e drejta e votës nga jashtë atë beut. Po kështu dhe në dytin, e po ashtu dhe në tretin. Ishte një kërkesë themelore për të qenë jo vetëm pjesë emocionale e këtij kombi, po dhe pjesë aktive e vendimarrjes së tij. Sot ju vini këtu pasi e keni ushtruar atë të drejtë në zgjedhjet e vitit të shkuar. Nga një drejtë e kërkuar në një drejtë e ushtruar. Nga një zë që kërkohej dëgjohej në një zë që tani më është pjesë e vendimarrjes popullore për udhëheqjen e këtij vendi. Atëherë, shumë prej jush ishin shqiptarë që shpesh duhet përballeshit me paragjykime për emrin e vendit tuaj. Sot ju jeni kryelart kudo dhe kurdo emri I vendit ton thirret në vëmendje. Sepse emri Shqipërisë ka kaluar një transformim të thellë. Nga një sinonim I një të keqe në sytë e tjerëve, Shqipëria është bërë sinonim I detit, I diellit, I natyrës dhe I njerëzve mikpritës. Nga një vend që përmendej në rastin më të mirë me dyshim dhe në rastin më të keq me përbuzje, Shqipëria sot është një vend që përmendet në rastin më të mirë me kuriozitet dhe në rastin edhe më të mirë me dëshirë. Nga një emër që shpesh duhej shpjeguar se ku binte në hartën e botës, sot Shqipëria është një emër që flet vetë në të gjitha gjuhët e botës. Sot Shqipëria është shumë më ndryshe nga atëherë kur ne u mblodhëm në samitin e parë të diasporës. E nisëm rrugtimin ton me një prodhim të përgjithshëm kombëtar më pak se 10 miliard euro. Sot prodhimi ynë I përgjithshëm kombëtar është 27 miliard euro dhe në fund të kësaj dekade ne synojmë ta çojmë në 35 miliard euro. E nisëm rrugtimin ton me të ardhura për frym më pak se 3.000 euro në vit dhe sot
jemi mbi 11.000 euro në vit. Synimi ynë është që në vitin 2030 të jemi mbi 15.000 euro në vit. E nisëm rrugtimin ton me 2 milion e ca turist, ku edhe paraardhësi im në zyrë e numëron të veten si turist sa herë kthehej nga udhëtimet e punës jashtë shtetit, dhe çdo shqiptar që dilte jashtë, kur hynte përsëri për të kthyer në shtëpi, numëroi si turist. Në atë kohë, Shqipëria kishte 300-400 milion euro investime të huaja në vit. Sot, Shqipëria ka 12 milion turist dhe kaloi 1.6 miliard euro investime të huaja në vit. Atëhere, askush prej jush, kur dilnit nga kufit e Shqipërisë, apo kur kërkonit nga Shqipëria një shërbim, nuk mund ta merrnit dot, përveç se duke pritur pushimet për të kthyer në shtëpi dhe në vend se të pushonit në të gjitha ditët, ta kalonit një ditë të tërë në radhë për të marrë një shërbim. Sot, ju i merrni pothuajse të gjitha shërbimet, 95% shërbimet shtetit, në çdo pikë të botës ku jeni, thjesht dhe vetëm fal shtetësisë suaj dhe një kliku në smartphone-in apo kompjuterin tuaj. Atëhere, kur ne u mblodhëm për herë të parë, Shqipëria njihej botërisht dhe ishte e damkosur nga Bashkimi Evropian si adheu i pa ndëshkueshmërisë, ku ligji vepronte vetëm ndaj të dobësve dhe ku çdo i fortë sfidonte ligjin. Sot, pandëshkueshmëria është një mit i të kaluarës në Shqipëri. Dhe sot, Shqipëria është vendi ku askush nuk është mbi ligjin dhe drejtësia është e pavarur, siç nuk ka qenë qysh në kryet herës nga 1912 deri kur ne, me vullnet plot, i dorëzuam asaj shpatën që i takon vetëm duarve të saj për të bërë drejtësi të barabartë për të gjithë dhe pa kursyer askënd. Atëherë Shqipërisë i mbyllej rregullisht dera e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Sot, ne i kemi çelur të gjithë kapitujt e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian dhe i kemi bërë këtë në një kohë rekord për vetëm 11 muaj. Sepse njësoj si ju, kur ju mbyllej dera në fytyrë, në ato hapa të parë në rrugët e botës, dhe kur askush nuk kishte kohë, nuk kishte respekt, nuk kishte besim, e prandaj nuk kishte as vëmendje për të dëgjuar dhe për të kuptuar se sa vlenit, por ju këmbgulnit dhe pasi shkonit në darkë dhe fshinit lotët nga poshtrimi i ditës, riktheheshit në mëngjes për të vazhduar të këmbgulni në pritje, duke qenë gati për derën kur të hapej, edhe Shqipëria këmbguli dhe ishte gati në momentin kur dera u hap. E për këtë arsye, i hapi edhe kapitujt e negociatave për antarësim më shpejt se çdo vend tjetër në rrugën e antarësimit përpara saj. Atëhere, kur ju erdhën në samitin e parë, e ardhmja europiane ishte aspirata që
mbetej larg. Sot e ardhmja evropane është një tryezë ku jemi të ulur çdo ditë bashkërisht, ballë për ballë, ne dhe Komisioni Evropian, me ambicien e përbashkët për të mbyllur negociatat deri në fund të vitit 2027. Sot nuk duket më një kumt dëshiror në ajër, po është një fjalë që zëvend si çdo fjalë e përditshme, ajo që Ismail Qemali tha në momentin themelues të shtetit tonë: Shqipëria do të bëhet. Në gojën e atit pavarësisë, ajo fjali nuk ishte një përshkrim, ishte një besim. Një besim që kaloi në përbreza, përmes peripecish të mëdha, dështimesh tragjike, ringritjesh frymëzuese, një besim që sot, si kur ndonjëherë, ka marrë trajtën konkrete të shtetbërjes europiane të Shqipërisë dhe të objektivit që tani më nuk parafiturohet, po shihet, preket me sy më afër se kur, për ta ulur Shqipërinë në tryezën e familjes europiane si të barabartë mes barabartësh në vitin 2030. Fanoli na kujtonte se Shqipëria nuk mund të rrojë pa shqiptarët e saj. Dhe sot kur shqiptarët janë sa brenda aq dhe jashtë kufive të Shqipërisë, ndërsa Shqipëria është në të përpjeden e fundit drejt bashkimit të shumë ndëruar me Europën, kjo fjalë e korifeut shqiptarisë merr një kuptim dhe një forcë të posaçme. Ashtu siç merr një kuptim dhe një forcë të posaçme edhe paralajmërimi i mprehtë i korifeut tjetër Faik Konicës, i cili na porosit se një komb nuk mund të mbështetet tek iluzionet për veten, por tek aftësia për t'u vetë përmirësuar vazhdimisht. Dhe pikërisht këtu qëndron ndryshimi më i madh i kësaj dekade, ku edhe falë reformash transformuese dhe përpjekjes intensive integruese me Bashkimin Evropian, kemi kaluar nga një Shqipëri që përpiqej të mbijetonte në një Shqipëri që përpiqet të përmirësohet. Nga një Shqipëri që kërkonte të pranojë ndërkombëtarisht mes mosbesimit përgjithshëm, në një Shqipëri që respektohet dhe besohet si kur më parë në arenën ndërkombëtare. Shqipëria sot nuk është gjëkundi më Shqipëria që shumë prej jush lan pas. Është një vend që ndryshon çdo ditë. Ndonjëherë ngadalë, ndonjëherë më shpejt se sa e kemi pritur edhe ne vetë, por në mënyrë të padiskutueshme dhe të pakthyeshme Shqipëria ecën vetëm përpara. Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian nuk është një objektiv politik, është një zgjedhje qytetërimi, është përmbyllja e një rrugtimi që shumë prej jush e kanë jetuar tani më në jetët e tyre, duke ju integruar në shoqëri që përfaqësojnë vlerat që ne synojmë të rrënjosim këtu, në Shqipëri, në shtëpi. Dhe këtu qëndron një përputhje e fuqishme. Ju e dini çfarë do të thotë jetosh në sisteme që funksionojnë. Në shoqëri ku institucionet u shërbejnë qytetarëve, ku merita ka vend dhe ku sundimi i ligjit nuk është fjalë, por mënyrë të jetuari. Përvoja juaj nuk është jashtë të ardhmës së Shqipërisë, por është thelbësore për të. Ju më mirë se askush e dini që kjo rrugë nuk është pas sfida. Çfarë ju keni hequr në kurriz është një mësim i paharrueshëm, i cili vlen për të kuptuar edhe ato që Shqipëria ka hequr e duhet heqë në kurriz deri në ditën kur të ulet në tryezën e përbashkët familjes europiane. Sepse asnjë transformim i madh, i thellë dhe i vërtet nuk mund të jetë pa hequr të tëra në kurriz. Do të ketë pa diskutim zhgënjime, do të ketë pa diskutim momente kur duket sikur asgjë nuk ja vlen.
Do të ketë pa diskutim edhe momente kur progresi mund duket i ngadalësuar e mund lindin dyshime. Por asnjë rrugë suksesi nuk ndërtohet përmes rehatisë dhe kombet jo nuk ndërtohen në momente rehatie. Ato ndërtohen në tensionin mes asaj që ishte dhe asaj që duhet jetë. Por e bukura sot është ajo që Shqipëria mund të jetë, nuk është më një ëndër e largët, por është një rrugë e hapur, një rrugë e dukshme, një rrugë e prekshme mundësish për të gjithë. Ndër shumë gjëra që mund të sidhja këtu në këtë samit, zgjolla të sjell një gjest, një akt, një vendim të qeverisë shqiptare që mua më duket se ka brenda përveç konkretësisë vetë edhe një simbolik. Paketën e maleve për të gjithë ata që e kanë lënë tokën e tyre në mal për të kërkuar një jetë më të mirë jashtë Shqipërisë. Malet kanë qenë gjithnjë larg jetës dhe larg zhvillimeve të këtij vendi. Malet kanë qenë gjithnjë vendi ku shqiptarët janë tërhequr për të mbrojtur, për t'u fshehur atyre që i kërkonin për t'i marrë rob e për t'i asimiluar. Por sot ka ardhur dita e bekuar kur malet mund të bëhen edhe ato pjesë e burimeve të mirëqenies shqiptarëve. Sepse sot, për herë të parë në historinë tonë, ne kemi dy gjëra që deri jo shumë vite më parë nuk i kishim. Kemi Shqipërinë e besuar nga bota dhe shqiptarët e botës me besimin tek Shqipëria. Kemi botën që vjen përmes vizitorësh të shumt dhe eksploron edhe malet. Dhe kemi shqiptarët e botës që tani më e shohin se Shqipëria nuk është më e bukur dhe të rejse vetëm për ta, por është e bukur dhe të rejse edhe për ata, rrotull tyre atje në qytetet ku jetojnë. E prandaj unë i them shqiptarëve që e kanë një copë tokë, diku në një mal, diku në një kodër, që e kanë një shtëpi të braktisur të gjyshit, atë stërgjyshit, që ta marrin në dorë paketën e maleve dhe ta kthejnë atë tokë, ta kthejnë atë shtëpi në një burim mirëqenie. Duke i siguruar të gjithë se ajo që ka Shqipëria e sotme, Shqipëria që tërheq 12 milion turistë në vit, është në gjendje të bëjë për ta, fal investimit të tyre natyrisht dhe mbështetjes së qeverisë, është që nga ai burim i ri mirëqenie, ata do të fitojnë në fund muajit më shumë se që fitojnë duke punuar për të tjerët jashtë atë dheu. Dhe kjo e maleve natyrisht vlen për të gjitha. Një komunitet global shqiptar i arsimuar, i lidhur, me ndikim dhe krenar, një komunitet që e kupton Shqipërinë dhe botën, një komunitet që mund të shërbej si urë, jo vetëm mes vëndeve, po mes ideve, mes kulturave, mes mundësive, është një komunitet antarët e të cilit, pavarësisht nëse vendosin të kthehen për të qëndruar në Shqipëri, apo duke qëndruar kudo ku janë, i kthejnë syt nga Shqipëria, kanë jo vetëm shumë për të bërë për Shqipërinë, por sot kanë edhe çfarë të fitojnë duke punuar me Shqipërinë. Dhe kjo është arsyeja pse dita e sotme është e rëndësishme, jo sepse jemi mbledhur, por sepse po e ushqejmë marrëdhënien tonë për të ushqyer
sa më mirë Shqipërinë. Nga distanca në afërsi, nga kujtesa në angazhim, nga ndjenjat në strategji. Dhe le të jemi të qartë, e ardhmja e Shqipërisë nuk shkruhet vetëm në Tiranë, ajo shkruhet edhe në Rom, në Athinë, në Londër, në New York, në Berlin, në Zyri, në çdo vend ku shqiptarët jetojnë, punojnë dhe ëndërrojnë. Por pa diskutim e ardhmja e Shqipërisë shkruhet edhe kudo ku shqiptarët jetojnë rreth e rrotull kufive të Shqipërisë, duke filluar nga shteti tjetër i pavarur i shqiptarëve Kosova, e pastaj edhe duke vazhduar me shqiptarët e Maqedonisë Veriut, të cilët s'duhet ta harroj askush, janë një popull shtetforbues i Republikës fqinje dhe mike të Maqedonisë Veriut, e duke vazhduar edhe me shqiptarët në Maltëzi e Gjetë. E me këtë rast dëshiroj të falenderoj për praninë ministrin e jashtëm, zëvendëskryeministrin e parë të Kosovës, mikun tim Glauk Konjufsën, kryetarin e Parlamentit Maqedonisë Veriut, Afrim Gashin, mikun tim të vjetër dhe të pazëvendësueshëm Ali Ahmedin, dhe pa diskutim edhe mikun tim të pa diskutueshëm, të papërsëritshmin Dritan Abazović. Dhe në mbyllje dua të them se sot nuk dola këtu për të bërë thjesht një fjalim me për të dhënë një mesazh, po për të bërë ftesën e përsëritur që të vazhdojmë të rilidhemi jo vetëm emocionalisht, por në mënyrë aktive. Të rilidhemi për ta parë Shqipërinë jo si një vend që diaspora e la pas, por si një vend që po bëhet një shtet evropian e që në formësimin e vetë ka nevojë për të gjithë, si për shqiptarët brenda, si për ata jashtë kufive të tij. Një ftesë për të qenë pjesë e pikërisht një projekti të madh kombëtar, i cili është më i madh se çdo qeveri, është më i madh se çdo cikël politik, është më i madh se çdo brez i vetëm, sepse është i madh sa amaneti të gjithë atyre që nga Gjergj Kastrioti tek Ismail Qemali e me radhë tek heronjt, martirët, dëshmorët, shqiptarë në të gjitha trojet ku shqiptarët jetojnë, lindin fëmijë dhe projektojnë të ardhmen, një amanet që e kërkon Shqipërinë dhe kombin shqiptar me patjetër në tryezën e përbashkët të asaj familje ku më në fund ne po bëhemi gati të jemi pjesë e pandarë. Çka do të thotë në fundit, të jemi pjesë e pandarë e një familje popujsh si popull, e një familje kombesh si komb, sepse një popull e një komb nuk është qeveria e tij, por është bartësi i të gjitha amaneteve që e çojnë atë përpara në emër të së ardhmes, por padyshim edhe për të mos harruar kurrë borxhin ndaj atyre që i dhanë të shkuarës atë kuptim për cilin ne sot të gjithë ndjehemi krenar që të themi jemi shqiptar. Shumë faleminderit. Rrovë Shqipëria.